të cilët janë të varfër deri diku, se sasia e votave të shitura dhe të blera në këto zgjedhje ishte fort e madhe, të cilët nuk dinë se nga mund të vi shpëtimi. Unë do thoja dy gjëra. E para, e kam thënë vazhdimisht, por dua ta ritheksoj. E para, shpëtimi do të vijë nga vetë shqiptarët, nuk mund të pritet që të ngrem syt nga qielli dhe të na vijë o nga jashtë, o nga të huaj, o nga të tjerë. Dhe e dyta, vetmja rrugë për të dalë nga kjo është një projekt i ri, shtet ndërtues me baza kombëtare, për ta hequr nga skena publike këtë pari kriminale dhe antishqiptare. Pyetja që vjen më pas, po e paralajmëroj një pyetje të tillë është si bëhet kjo? Kjo bëhet duke refuzuar pikës pari veprimet e Paris, duke refuzuar këtë pseudo opozit që mban peng vendin, në mënyrë që të krijohet mundësia, hapësira për një opozit reale të fortë, e cila të marrë përpara rrymën e gënjeshtrave, të panumër të gënjeshtrave, të mashtrimeve, të propagandës dhe të vjedhjes masive që ka qeveria aktuale. Nëse kjo qeveri që ishte këtë mandatin e tretë kishte gjysmën e ministrave brenda dhe arriti që gjithsesi të korrë një fitore plebiscitare, siç do thonte njëri nga kandidatët e saj, i cili fundi pati ca probleme, cili është zgjedhur deputet pikërisht, kjo fitore plebiscitare e saj ishte një fitore e rreme, ishte një fitore e mungesës së shpresës dhe e mungesës së alternativave. Shqiptarët kanë nevojë për një alternativë dhe kjo alternativë do të jetë një alternativë kombëtare, një alternativë që do të refuzojë mënyrën e të menduarit Paris-Tiranës, mënyrën e të vepruarit Paris-Tiranës dhe do t'i shohë në dritë syri dhe do t'i thotë ju nuk jeni padron, ju jeni thjesht plerat e kombit shqiptar. Zoti Roy, ju e përmendet pak më lart kur thatë liderët e Bashkimit Evropian ndodhen në Tiranë për samitin e komunitetit politik, por ajo që ka bërë përshtypje është që ende nuk ka ardhur asnjë reagim nga Përteu Eqanit për këto zgjedhje, ndryshe nga kancelarit e mëdha të Europës. Tani ju edhe në shkrimet tuaja të mëparshme një shprehur që SBA nuk i ka shumë për zemër këto dorezat e vjetra. Tani si mendoni që do reagojnë në këtë rast? Do ketë për zgjedhjet e kanë fjalën? E kam gjithmonë me indicie, me analizë, jo bazuar te informacione, sikur thoni dhe ju. Sigurisht, nga unë në pozicionin që kam, unë flas thjesht si një analist dhe nuk flas me informacione konkrete, pra nuk mund të përfaqësoj shtetin ku jetoj. Megjithatë, ka një analizë shumë të thjeshtë. Shtetet e mëdha, veçanti dhe fuqitë e mëdha, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, veprojnë në bazë interesash. Dhe fatet e popujve të vegjël janë gjithmonë shumë të lidhur me fatet e fuqive të mëdha. Thënë kjo, nuk mund ta shohim si një lidhje të drejtë për drejtë. Pra, administrata amerikane kërkon që të çojë në maksimum interesat e shtetit amerikan dhe të popullit amerikan. I takon qeverive tona, i takon popullit shqiptar që të nxjerrë në krye njerëz të denj, të cilët ta përfaqësojnë, të cilët kanë një agjendë kombëtare, të cilët të mendojnë jo vetëm për pushtetin e tyre apo si t'japin ndonjë bakshish të vogël për të mbajtur pushtetin. Pra, ka mënyra, kjo paria jonë kriminale dhe antishqiptare ka gjetur mënyra gjithmonë për të bërë marrëveshje me të huajt. Dhe të huajt e pranojnë sepse e dinë se në fund këta janë gjithmonë njerëz të cilët janë të gatshëm të shesin gjithçka. Unë dyshoj shumë se do të kemi disa marrëveshje të kryeministrit për herë të katërt tani më, të cilat do të jenë jashtëzakonisht shumë të dëmshme për interesat e shqiptarëve. Diku do të kërkoj ai të gjejë një pikë takimi me administratën amerikane dhe ka gjasa që edhe ndoshta dhe e gjen një pikë takimi, shet një interes shqiptar dhe mban pushtetin për disa kohë. Megjithatë kjo nuk do të mjaftojë. Në rast parë sepse